Në një atmosferë të heshtur dhe të mbushur me emocione, Bregdeti i Vlorës u kthye në vend reflektimi për një nga ngjarjet më të dhimbshme të historisë e emigracionit shqiptar. Në përvjetorin e 29 të tragjedisë së Otrantos, familjarët të viktimave dhe qytetarët u bashkuan për të kujtuar 81 jetët e humbura në det. Përgjatë vijës bregdetare u vendosën 81 karrike të zbrasta të shoqëruara me shenja zie, një simbol i fortë i mungesës së atyre që nuk u kthyen më. Ky akt përkujtimor i ktheu në kujtesë historinë e dhimbshme të burrave, grave dhe fëmijëve që humbën jetën gjatë përpjekjeve për të kaluar drejt brigjeve italiane në kërkim të një të ardhmje më të mirë. Për familjarët, plagët e asaj dite mbeten të hapura, përveç humbjes së njerëzve të dashur, ata shprehen edhe zhgënjimin për mungesën e një drejtësie të plot, duke theksuar se përgjegjësit për tragjedi nuk janë adresuar siç duhet. Sipas tyre, vendimet e marra ndër vite nuk kanë arritur të japin një pasqyrë të plotë asaj që ndodhi. Po është një tragjedi e krijuar me dashje. Familjarët përballen në një dhunë psikologjike. Ata janë lodhur nga kjo tragjedi, jo thjesht u humbën fëmijët, jo thjesht u humbën familjarët. Por vendimi i gjykatës italiane ka qenë i padrejtë. I ka goditur dhe njëherë të gjendet trupi dhe fëmija 6 muajsh siç ka ndodhur dhe të thotë gjykata nuk ka prova, nuk është viktime kësaj tragjedie. Ngjarja tragjike daton në 28 mars 1997, kur një mjet lundrues me emigrantë shqiptar në bord u përfshi në një incident fatal në kanalin e Otrantos, duke përfunduar në fundosje pas një përplasjeje gjatë një operacioni detar. Nga 115 persona që ndodheshin në bord, 81 humbën jetën, duke e kthyer këtë episod në një nga dramat më të mëdha njerëzore të asaj periudhe. Edhe pse gati 3 dekadash, kujtesa për viktimat mbetet e gjallë, ndërsa thirrjet për drejtësi dhe përgjegjësi vazhdojnë të shoqërojnë çdo përvjetor të kësaj tragjedie.